Një aksident tragjik me pasojë vdekjen e gazetarit Enrik Mehmeti është regjistruar mbrëmjen e së shtunës në plazhin e Porto Novos pranë Dalanit në Zvërnec. Sipas informacioneve paraprake, Mehmeti po lëvizte me një motor sportiv kur dyshohet se për shkak të një manovre të gabuar humbi kontrollin e mjetit. Si pasojë, motori u rrokullis disa herë ndërsa gjatë aksidentit një pjesë metalike e mjetit e ka goditur në krahëror, duke shkaktuar dëmtime të rënda. Menjëherë pas ngjarjes ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku mjekët bën përpjekje për të shpëtuar jetën. Megjithatë, për shkak të plagëve të marra, ai nuk arriti të mbijetojë. Burime paraprake bëjnë me dije se 40 vjeçari kishte pësuar dëmtime të shumta në krahëror dhe në organet jetësore, të cilat rezultuan fatale. Në vendngjarje mbritën shërbimet e policisë, të cilat kryen veprimet e para hetimore dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit. Lajmi për ndarjen nga jeta të parakohshme të gazetarit Enrik Mehmeti ka tronditur kolegët, miqt dhe të afërmit e tij.